Lea, po, më trego. Nuk flet dot me dritë fikur, kam frikë nga vdekja. Nuk flet dot me dritë fikur, kam frikë nga vdekja. Shoh ëndra dhe trembem, zgjohem e friksuar me zemrën që më shpërthyn kraharorin. Edhe dita është një makt më vete për mua. Kam frikë për çdo gjë që bëj. Edhe një sken filmi e lidh me vdekjen. Jetoj më ankth dhe nga stresi jam shumë ndoshur. Fillova të ndihem kështu 8 vite më parë kur humba babain. Ai iku për 3 ditë në moshë të re, nga një hemorragji cerebrale. Nuk e putha dot sipas traditës kur doli arkivoli nga shtëpia, se më dukej e vështirë. Nuk e qava dot sa doja dhe për këtë jam gjykuar. Çdo dhimbje e kokës time sot e lidh me ikjen e babait. Dhe ndjej se do vdes të unë si ai. Jam 29 vjeç dhe e stabilizuar në jetë, por kam frikë të jetoj nga ndjenja se mund të vdes në çdo moment. Nuk e di nëse është normale të jesh e rrethuar me terrorin e frikës nga vdekja, por një gjë e di me siguri. Dua të ndryshoj, por nuk e di se si. Kjo është historia e Leas, të cilës frika nga vdekja i merr frymën dhe çdo mendim frike i kthehet në përpëlitje dhe vuajtje të tmerrshme ankthi. Lea është pseudonimi i saj dhe me të do të komunikojmë tani në telefon. Lea, përshëndetje. Lea, si fleti sot, 8 vite pasi babai yt ka ndëruar jetë? Sot mundohem që ta menaxhoj pak pjesën e ankthit që më kapron çdo ditë dhe ka raste që kur çdo kush mund të zgjohet në mëngjes, të nis ditën bukur, të bëj diçka të re ose thjesht të marr rutina e ditës. Ka ditë që kur zgjohem, gjëja e parë që ndej mund të jetë frika. Kjo frika vjen sepse i mat ka ndruar jetë nga hemorragjia cerebrale dhe që në momentin që ka ndruar jetë dhe në vazhdim, mua më duket se kur çdo dhimbje që mund të kem në trup, mund të kem ndonjë smundje dhe mund të kem edhe unë të njëjtin problem si babe. Kur të filluan këto simptoma? Këto kanë filluar, le të themi, pasi shtëpia nuk ishte më me njerëz, sepse mbas vdekjes së Timeti, normalisht që vinin njerëz, kisha edhe gjyshe nga ana e mamit dhe isha disi me njerëz. Në vazhdim, më ndodhte zakonisht kur isha vetëm më shumë. Më vinin mendime negative më së shumti. Dhe netët kanë qenë më të vështira se sa dita? Një që netët kanë qenë më të vështira se sa dita, por unë kam pasur dhe pagjumësi shumë. Unë vuaj ende sot e kësaj dite nga pagjumësia dhe mundon të marr ndonjë suplement që është bimor. Unë momentalisht përdor melatonin që të flej gjumë sepse unë i birë mund të rri deri në orën 3-4 zgjuar. Më saktë mund të them që nata më jep ankth. Errësira më jep ankth dhe nuk flet dot pa një dritë në dhomë ose kudo që tim dua të kem një dritë të vogël sepse nuk mundem dot. Më përpara se kisha problem, ndërsa tani kam 8 vite që më ndodh kjo gjëja. Po them të drejtën, të tregojmë realisht se nuk është se e bëj një gjumë cilësor, që të them unë sot fjeta dhe unë gopa me gjumë ose u kënaqja me gjumë, sepse kam edhe zgjime të herpasershme ose kur kam tip mankthesh le të themi, shoh ndonjë ëndër, zgjohem, madje para 2-3 ditësh le të themi, pa stimat në ëndër. Edhe u zgjova e trombur, madje po dridhesha, nuk e di më kapi ankthi dhe pastaj fillon e frymarrja e shpesh, takikardia, dhe mundon të qetësoj veten ose të çon të pi ujë, të marr pak ajër. Kur përjeton këto simptoma natën, je vetëdijshme që janë shenja që ti sjell ankthi apo mendon që janë simptoma fizike? Sot mbas 8 vitesh, si ndan këto ndjesim? Sot mbas 8 vitesh, i ndaj që i kam nga ankthi. Por që mendoj që shiko se kjo dhimbja që po më dhëm për shembull krau, po më zgjat pak si shumë. Mbase duhet iki të vizitohem, mbase mos kam diçka, mbase mos kam një problem me zemrën, ose ndonjë problem se nga që jema vdiq nga hemorragjia cerebrale dhe më duket sikur dhe po të më dhëm koka, unë mund të kem diçka më serioze, se thjesht një dhimbje let koka. Sepse babi ishte në një moshë të re. Të re, po, i mat ka ndruar. Vdekja e tij erdhi befas dhe kjo se duket ka lënë një gjurmë, një traumë tek ty. Erdhi direkt, ishte për t'ikur në punë dhe ndodhi tak fakt, thjesht nuk fola më, më ka ngelur dhe pengje, mendoj, më babi, nuk e di. Edhe kam përjetuar jashtë se shumë dhe sot e kësaj dita. E kuptoj. Këto simptoma natën si arrin ti menaxhosh? Unë jetoj me partnerin dhe kur kalon ndonjë atak ankthi, ai mundohet të më qetësoj, të më jap mbështetje, por
Por unë mendoj që nuk e përballoj dot me anën e mbështetjes së dikujt. Po edhe vetëm nuk është se jam me zonja, thjesht mundohem që të dal të marr ajër, sepse shtëpia më duket sikur më merr frymën më mbyt. Në të momente. Ose të humbas pak mendjen, duke u marrë me diçka, po prap më zgjat diku ajo te 20 minuta, 30 minuta, më zgjat, mbas edhe më shumë. Ka raste që thjesht mund të jem ulur në divan duke parë një film dhe thjesht më kap anksi, më fillon frymarrja, më fillojnë mendimet negative. Dhe ndonjëherë nuk arrit të njoh veten sepse bëhem kam edhe dridhje trupi. Mund të bëm dhe ndonjëherë pak më agresive le të themi në të përgjigjur ose më lër e hat. Je më nervoze. Më lër, mos më prek, po më nervoze. Po, fjala më e dur. Ta kanë kuptuar familjarët ty këtë ndjesi, këtë shqetësim që ka pasur? Apo nuk të kanë kuptuar? Në fillim mami më thoshte që çfarë ke, pse e bër kështu, je bër shumë nervoze, ndesh për çdo gjë, nuk po të kuptoj, ose dhe thjesht më thoshte mami, për shembull, hajde dalim në shëtitje, unë nuk kisha dëshirë fare dita për shëtitje, unë doja vetëm të rija në shtëpi. Mbase të shikoja diçka, ose thjesht të rija duke parë telefonin, duke hyrë në rrjetet sociale dhe kaq. Pse kjo mungesë për të dalë, dëshirë për të izoluar, kishte të bënte me dhimbjen apo me frikën e atakeve të panikut? Nuk më pëlqen të bashkëveproja me njerëz. Unë jam tip shumë social, çuditërisht, domethënë është e kundërta që më ndodhte, nuk më pëlqente të trija me njerëz, më duket sikur më merrnin frymën, sikur s'më kuptonin. Sepse dhe mami të thoya ti nuk më kupton, nuk më kupton se çfarë ndjesish kam, nuk po më kupton se çfarë po kaloj. Domethënë ka qenë shumë e vështirë dhe partnerit, domethënë unë ja kam shpjeguar, tani më ata më kuptojnë kur unë mund të kaloj një angst, por mendoj që fakti që ata mbase se kanë kaluar nuk arrin të më kuptojnë se çfarë përjetoj unë ato momente. Kjo është. Të ka penguar në funksionimin e përditshëm të jetës tënde, përjetimi i ankthit në punë, në mënyrën se si i bën gjërat gjatë ditës? Po, më ka penguar shumë se përveç se më ka filluar ankthi, është edhe pjesa që unë edhe të jem me makinë, duke ikur diku, më duket sikur do bëjmë aksident nga momenti në moment, edhe unë do vdes, do largohem nga kjo botë dhe kaq, mbaroj. Dhe kjo më ndodh çdo herë që unë jam në makinë. Çdo herë. Edhe në udhëtime të shkurtra brenda qytetit, në lëvizje? Po, edhe në udhëtime të shkurtra, edhe për të shkuar për të bler në supermarket, e kam atë, i them gjatë gjithë kohës partnerit, kujdes, e sa vash, mos e rrit shpejtësinë, ndërkohë mund të jemi me 40 në orë. Domethënë ti Lea jeton çdo ditë me alarmin tënd në kokë, se vdekja mund të vijë çdo sekond, çdo minutë, çdo ditë. Po. A je lodhur nga kjo ndjesi, nga ky përjetim? Po jam lodhur unë, edhe më duket sikur lodh dhe të tjerë që janë me mua. Më duket sikur po t'ja përmend shpeshherë këtë gjë dhe bezdisen, mbase nuk mund të ma shprehin, por e ke parasysh që ndonjëherë shikimet të bëjnë të kuptosh më shumë për një person se çfarë mendimi mund të ketë. Kuptoj shumë mirë. Mundohem ta kontrolloj, ta menaxhoj, por ndonjëherë nuk kam çfarë të bëj. Është një rast kur unë jetoj jashtë shtetit dhe afër kam Hollandën. Dhe kam qenë me partner dhe ikëm për qefin ton dhe kishim qef, si të rinj që jemi, donim provonim edhe cigaret që janë shumë të famshme në Hollandë. Dhe okej, morëm, i blem. Se janë dhe të lishme aty. Do ta provojmë. Po janë të lishme. Po edhe këtu në Gjermani ku jetoj janë të lishme tashmë. Okej. Por në atë periudhë nuk lejoheshin, ndërsa kishte dalë ligji. Dhe vi në shtëpi, dalim në balkon për të pirë cigare. Okej, fillimi ishte pak okej. Dhe pastaj mbrapa, në moment që mbaron cigare, mua më filloi takikardia. Më merri fryma, më errën syt komplet, vajta ushtriva dhe të betohem fare se për mua ishte fundi. Thash tani për mua nuk ka më shpëtim, fillova kisha dhe shumë dridhje, ato dridhjet nuk arrija të kontrolloja dot. Mund të jetë më gjata që mund të ndodhë se rreth ka qenë gati gjysmë orë 45 minuta dhe mbrapa fillova të qetësohesha.
nuk e njeh dot më vete, nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Unë ja vura normalisht fajin cigares, sepse normalisht që ndikojnë edhe substancat narkotike tek gjendja e ankthit, dhe ka qenë le të themi ataku i fortë, më thënë, i ankthit më i fortë që mund të kem përjetuar. Përveç se frikës që jetoj për ditë se do vdes tani, do vdes pastaj, më ndodhi kjo, më ndodhi ajo. Pra, ti Lea nuk ju friksohesh vetëm simptomave fizike, atyre që përjeton. Ti ke frikë edhe nga rrethanat të përditshmëri, aksidente të papritura, ndodhi që nuk i parashikon. Je aftë të kontrollosh çdo gjë në jetën tënde, të kesh kontroll mbi gjithçka? Mundohem, por nuk e kam. Nuk kam kontroll tek vetja ime për këtë gjë, edhe pse përpiqem shumë, nuk mendoj që kam. Nuk e. Dua të kuptoj pak si ka qenë marrëdhënia jote me vdekjen, përpara se babaju të ndronte jetë. Atëherë, unë kam përjetuar dhe në familje vdekje të gjyshërëve, që kam qenë goxha e lidhur, por mendoj që fakti që nuk i kam patur në shtëpi, kam përjetuar dhimbjen, humbjen e një personi të dashur, por të them të drejtën nuk është se kam patur frikë nga vdekja fare, madje nuk e konceptoja fare, nuk e kisha problem, edhe sikur të më ndodhte për shembull, nuk e kisha problem. Në momentin që ndodhi ajo me babin, aty filloi çdo gjë. Më përpara kam qenë më e lumtur, mendoj që kam qenë më shumë vetvetja, më shumë allegro, më shumë happy në çdo gjë. Dhe tani mundohem të kem këto, por jo aq të menaxhosh me le të themi si më përpara. Më përpara nuk e di, nuk e vrisa mendjen, thjesht doja ta shiroja jetën, momentin që vinte, të kënaqesha, të argëtohesha me mundësitë që kisha, të shijoja familjarët e mi, dhe më pas kjo drita u bë gjysmë drite, le të themi. E kuptoj që humbja e babit ka afruar shumë vdekjen. Dua të kthehem pak tek momenti që na ke rrëfyer në letër, tek ai rituali i dimshëm i përcjelljes së babait në banesën e fundit, kur sipas traditës të duhet ta puthje dhe ti refuzove ta bëje. Ç'a ndjesi e patë në ato momente, Lea? E kujtoj tani dhe më dridhe trupi, sepse kam hyrë në dhomë, edhe thjesht nuk e pranoja dot që babi kishte ndruar jetë. Pavarësisht se njerëzit shikonin me atë syrin që na fiku babi ka qëri, la vetëm. Edhe i gjoja që qanin gjithë, unë e kisha që qaj gjithë kohë, sepse mbasi nuk arrija dhe ta pranoja që i matë është larguar nga kjo jetë. Unë sot e kësaj ditë them që mendoja atë që ja do vi tani ose dhe si që janë këto traditat në Shqipëri, e para që arkivoli është në shtëpi, se tani janë këto metodat që nuk e mbajnë në për shtëpi. Po, zhvillohen ceremonitë në për shtëpitë funeraleve. Dhe është momenti që duhet ikin të gjithë dhe duhet të rinë vetëm në familjarët e afërt, që t'i japin lamtumirën e fundit. Unë babin e kam parë vetëm nga xhami, sepse arkivoli ishte me xham, me frigorifer, dhe normalisht nuk është se mund ta preki gjegjikosi që kanë ca që i mbulojnë me shami kështu traditash. Dhe unë thjesht e kam parë dhe e kam akoma në mendje atë pamjen e babit dhe që ishte zverdhur, me sy të mbyllur, që mua thjesht më duket sikur po flinte gjumë. Dhe kur më thanë që duhet ta puthësh, unë thjesht e kam prekur që ishte i ftohtë, aku, dhe nuk mundesha dot më, dhe më rasti gjendje të fikti, po jo të fikët tamam, dhe thjesht u përmenda pak me ujë sepse nuk mundesha, nuk mundesha ta bëja dot si veprim. Unë edhe te varri i babit sot, keq më vjen ta them, por nuk shkoj shpesh. Nuk shkoj shpesh sepse ose nuk e pranoj dhe akoma nuk arrit ta kuptoj këtë gjë. Nuk më pëlqen të më shikojnë të tjerë duke qarë, mundohem të jem shumë e fortë në sytë të tjerëve, por vetëm jam kështu, jam aq e brisa, po të më prekësh pak, mund qaj nga momentit moment. E kuptoj gjithë procesin që ka ndodhur, deri tek pjesa që ka rrëfyer, që pat edhe një transformim fizik për shkak të stresit, fakti që e mbaj dhe je gjykuar madje nga të tjerët. Mbas vdekjes së babit u shëndoshe, si e ndjer në atë periudhë? E para nuk isha vetvetja, se ti je gjithkohës me një, le të themi, trup ose një fizik të bukur, dhe pastaj ti të fillosh nga zgjoja të marrësh kile dhe
kjo më vinte nga stresi, sepse nuk është se isha një person, le të themi, që haja shumë ose e kisha qef ushqimin as masën, pëlqen të shijoja ai sa doja dhe kaq. Dhe mora goxha kile, shumë kile. Dhe njerëzit sa më shikonin gjatë parë, në vend të më pyesnin si je, sepse ndodhi goxha shpejt si procedurë, kjo eshtimi të kileve, dhe më thonin se është ndoshur, po t'i thoja unë që kam nga stresi, më thoshin që po jo që nga stresi, njerëzit nga stresi do psohen, nuk ndoshin si puna jote, ti jep gojës, ti jep bërë kështu, shikoje vetëm pasqyrë. Mërshme. Edhe ishin gjithmonë të afërm ju brenda familjes, le të themi pak më të largët se mami ose motra ose E kam ose shumë mirë halla, parasysh. për shembull, ose tezja. E kam shumë mirë parasysh dhe ty të lëndonte. Ka qenë një fazë që mezi e kam kaluar. Dhe me të Sepse të drejtë. gjykosh për diçka që ti se ke ti në kontroll, pa pyetur njerëz si je, sepse kjo është ajo që ka humbur sot, ka humbur njerëzimi, kjo ndjeshmëria, nuk të pyesin si je, po të shikojnë fizike dhe Po të thonë kanë gjykuar sa është ndoshur. Të kanë gjykuar nga dukja jote, sepse të kanë parë që ti nuk e vajtuar në sy të tyre, të kanë parë që ti fizikisht po ndryshoje, po shëndoshesh edhe kanë menduar se ti ke qenë në një pozitë mirëqenie, por që në të vërtetë ti ke pasur një përjetim komplet ndryshe nga çfarë njerëzit mund të kenë menduar. Në këto 8 vite, ti sot je vedisuar që je duke përjetuar ankth që të ka ndodhur nga humbja e babait tënd. A je trajtuar ndonjëherë? Ke bërë psikoterapi, ke kërkuar ndihmën e profesionistëve të fushës? Kam tentuar shumë herë ta marr si veprim, por të them të drejtën nuk e kam marrë ende. Akoma pse? se kam marrë si hap. Pse? Po në fillim ka qenë edhe pjesa që kur ndroi babi jetë ajo periudha ka qenë që edhe pjesa ekonomisë, sepse vetëm unë dhe mami më punonim, unë kam qenë dhe në universitet dhe nuk e përballoja dot ndihmën e një psikolog ose psikoterapistin në ato momente. E kuptoj. Në vazhdim, pastaj ka qenë gjithmonë kjo lufta për mbjetesë, dhe i thoja vetes, ha se do ta kalojmë, ha se do ta shtysh edhe pak. Kësaj radhën tjetër, por kjo radha ende nuk ka ardhur. Sot e kësaj dite, unë që ku jam zhvendosur dhe jashtë shtetit, gjithmonë fillimi është i vështirë dhe prapë thua, hot kurse këtu, hot kurse pak aty, ndërkohë që po i bëj vetes time shumë dëm. Shëndetit tim mendorën e di që jam duke i shkaktuar shumë dëm, sepse këtë gjë dua ta përmirësoj tek vetja. Sepse po më ndalon të jetoj lirshëm, të marr frymë lirshëm. Të kuptoj shumë mirë. Megjithatë, ky moment ka ardhur sepse sot në këtë bashkëbisedim me mua është edhe Jonarda, psikoterapistja e programit, kështu që po të kaloj me Jonën për të kuptuar ti më shumë veten dhe për të bërë edhe një analizë të gjithë përjetimit tënd, Jona. Përshëndetje Lea. Në fakt deri nga mesi Jona. rrëfimit tënd kisha një pyetje në mendje, a e ke pranuar ndonjëherë humbjen e babit dhe ti sapo e rikonfirmove 2-3 herë që unë në fakt nuk e kam pranuar. Dhe mendoj se një pjesë e rëndësishme e ankthit tënd vjen prej kësaj, pavarësisht se ngjarja lë gjurmë, pra ndodh shumë herë dhe unë e dëgjoj, qoftë në mesazhe, qoftë në terapi, se si një humbje e rëndësishme, qoftë një prindje apo një fëmijë apo kujdo person i rëndësishëm, jo patjetër duhet të jenë familjar, lë një gjurmë kaq të madhe që ne i themi ankthi i vdekjes ose frika për të humbur jetën tonë në një mënyrë të ngjashme siç ka ndodhur. Pra, dua ta risjell sërish që pjesa e mospranimit mund të jetë një shkak kryesor pse vijon ky shqetësim tek ty. Pjesa tjetër duhet të jetë fakti se si truri jonë e percepton atë ngjarje traumatike dhe të bën ty të kesh gjithmonë një vigjilencë të shtuar se mos më ndodh edhe mua e njëjta gjë. Këto dy gjëra mund të jenë arsyet ose shkaqet kryesore në rastin tënd, sikurse e thash ndodh në shumicën e rasteve. Por duhet kuptojmë që ankthi i vdekjes është një mënyrë që vjen me idenë për të mbrojtur jetën. Në të vërtetë bën të kundërtën. Pra fakti pse ne kemi ankthin e vdekjes, mendojmë se duke bërë disa sjellje të caktuara, duke qenë shumë kujdesshëm për simptomat që shfaqen, qoftë frika, qoftë ato pyetjet po sikur të më ndodh në këtë moment apo në atë moment, fillojnë të mbajnë zgjuar këtë frikë. Shumë ngushëllues ky fakt. Po. Pra është vetë Për njerëzit që vërtet kanë frikë nga vdekja, të dëgjojnë këtë,
Po. Kam përshtypjen që duhet gjej një kuptim në ngushëllim. Po, në fakt në zgjidhja e ankthit të vdekjes vjen duke kuptuar situatën, duke kuptuar pse ndodh kjo gjë, çfarë e mban, edhe prandaj ja vendos Aleas këto dy shkaqe, sepse duhet i ketë parasysh sa herë që ajo të përjetoj një moment të tillë, qoftë simptom, qoftë mendim, të ketë parasysh që është reagimi i trupit të saj dhe është një dëshirë e thellë për ta mbrojtur jetën. Qoftë edhe humbja, procesi i zisën, që ajo ende nuk e ka kaluar, sepse ka ngelur ende në fazën e mospranimit. Po. Pra, tha që unë akoma pres babin që mund të vi nga momenti në moment. Dhe që shmang të shkoj Shmang tek pjesën e varret. të shkuarit atje, Nuk e ka qarë sa duhet, nuk e ka treguar dhimbjen para të tjerëve. Po, mungesa ritualeve që mund të bësh shkarkimin emocional, qoftë biseda, qoftë lidhje me të tjerët. Në rastin e Leas është edhe një gjë tjetër, mungesa e kuptimit nga të tjerët, mungesa e shprehjes, domethënë që nuk është lejuar, qoftë nga nëna, qoftë nga familjarët Rreti e më i tjerë. gjerë familjar. Dhe gjykohet, siç e tha dhe vetë, më vjen shumë keq për këtë pjesë, po. që gjykohet për peshën dhe nuk pyetet se si je, e tha dhe vetë. Pra kaq po. nevojshme e ka, siç nga ne do ta kishte të nevojshme të kuptoheshe për dhimbjen, të fliste. Fakti që ajo nuk e pranon do thotë që mund të ketë pasur një lidhje të veçantë me Tiatin. Ndoshta Lea, ky është momenti që pse jo ti ta përdorësh për të shprehur qoftë një episode të rëndësishme që ti ke kaluar me babin tënd. Unë me babin kemi pasur një marrëdhënie, jo të shprehur me shumë dashuri, si për shembull se janë marrëdhëniet që me të puthura ose me shumë përqafime. Edhe nga karakteri, pak a shumë i kam ngjarë babit se nuk më pëlqen shumë, nuk jam tip që më pëlqen shumë puthjet ose përqafimet, i dua kështu të limituara, por kur i jap të sinqerta. Dhe gjithmonë kemi pasur atë kohën tonë që babi shikonte futboll për shembull, edhe unë gjithmonë isha në krah babit, dhe gjithmonë unë mund të flas sot për futbollin siç mund të flasë një çun, sepse marr vesh shumë, edhe gjithë e kam të mësuar për babit. Por kemi pasur dhe këto momente tona kur dilnim, pastaj babi që më thoshte gjithmonë që unë ty doja kam nisë për çun, po më dole gocë, po ty të kam si çun haram. E kam pasur gjithmonë. Plus të momente tona se babi ka qenë pak si natyrë kështu, pak autoritar, po autoritar dhe kjo butësia i vinte kur donte ai t'i vinte. Autoritar i moderuar. Por kemi pasur, le të themi, po. Ndërkohë, nga ana tjetër, me mamin, motra ka qenë me lidhur me këto përqafimet e shumta puthje, ndërkohë me mamin gjithmonë kam pasur këtë qëndrimin si me mamin, si me motrën, si me babin që jo shumë dashuri, le të themi. Sa vite të jetës tënde ti kalove me babin? Deri në moshën 20 vjeçare, 21 pak a shumë. Kishte të ritualit në bashkë, që shikonit ndeshje, ai të konsideronte një farë mënyrë një djalë, kishte dëshirë për të pasur një djalë mbi të gjitha? Të pasysh kanë qenë atëherë që çunat i kanë kështu që fëmijën e parë duan çun, duke qenë se unë jam fëmia e parë. Po. Prandaj ma thoshte këtë gjën. Unë edhe sot e kësaj dite kur shikojmë të ndeshje me partnerin, unë mund të shpjegoj gjëra dhe gjithmonë e them. Babi ma mësonte, babi ma ka thënë këtë. Unë mendoj që babin ta kujtoj të qeshur, të them të drejtën, nuk më pëlqen të vajtoj. Kjo është shumë e mirë në fakt. Fakti që ti po krijon lidhje të re, ne kemi përmendur dhe në disa episode të tjera, sa e rëndësishme është që të kujtojmë një emocion tjetër përveç dhimbjes që lë mungesa kur dikush humb jetën, pra largohet nga ne. Është sa e rëndësishme është që ne të lidhemi emocionalisht me gjëra të tjera, me kujtime që themi mund të jetë gëzimi, mund të jetë një kujtim që ti e ke shumë të shenjtë me të rituale, me të që bëje, sepse kështu e mban gjallë kujtimin e tij në një formë tjetër, jo vetëm përmes të dhimbjes. Dhe kjo është lehtësim edhe për ty që gradualisht gjatë jetës gjendesh ndryshe emocionalisht. Ndoshta dhe ankthi për vdekjen mund të bie sepse ti e zgjidh këtë gjë. Pra kemi të rëndësishme ta krijojmë këtë lidhje të re me personin që nuk është fizikisht me ne. Unë, ajo që më ka ndihmuar shumë Jona, është edhe se pas 6 muajve që i marrë ndroi jetë babi, unë kam marrë një macok të vogël, e gjeta kotele, dhe më ka ndihmuar jashtëmase shumë, sepse edhe në familje, unë, mami, motra, nuk është se kishëm shumë komunikim, ishte thjesht ajo rutina e përditshme dhe kaq nuk shpreheshim, nuk flisnim. Por që kur morëm atë çokun u bë si një urlisje midis nesh.
Po, sot diçka një Edhe prezencë filloi të dhe re. komunikimi, le të themi. Aha. Po. Edhe unë i kam marrë prapë macet nga Shqipëria, i kam sill në Gjermani. Dhe sikur ma kanë mbushur pak më shumë shtëpinë dhe mundohem se e ke parasysh duan shërbimet e tyre, duan të luajnë dhe mundohem që dhe kohën Po. që kam të lirë të merr me to për ta mbajtur pak trurin e zënë dhe mos e ushqim me mendime negative. Një gjë e paske, domethënë pjesën e kafshës që ti e ke vendosur, pra shtëpiak, maceve në këtë rast, që të ndihmon ta kalosh pjesën e humbjes, por edhe lidhjen mes jush, po thua, me mamin, me Po, motrën. e vërtet. Ata si e E vërtet, përjetuan po. pjesën e humbjes babit, domethënë e patën të ngurtë në pjesën e Unë mendoj shprehjes. që të pjesën e shprehjes ka qenë pak kështu, le të themi, jo shumë e qartë, por që filloi ndryshimi se edhe motra u bë pak më nervoze. Nuk i pëlqente që për shembull ne ti thonim diçka se fillon të thoshte që jeni bërë të dyja kundra meje. Mami mundoi që të mbante ato urat lisin gjithnesh të qëndrueshme, por që grindjet nisin sot janë gjërat, le të themi, më ndryshe, por që përjetuam edhe sherrë midis njëra tjetrës. Po, është e qartë që ka pasur një stres post-traumatik, jo vetëm tek Lea, po tek gjithë familja, sepse ka ardhur vdekja e papritur. Gjithë e përjetojnë në mënyra të ndryshme një humbje, qoftë dikush me shfaqjen e ankthit, dikush tjetër me ngurtësimin emocional, dhe siç po e thotë Lea, pra motra ka një shfaqje të nervozizmit ose agresionit të shtuar, sepse po dhe Lea ka pasur në fillim me shpjegoj. E gjen një rrugë emocioni jon për të dalë, të del në një formë më agresive se sa me lot, me dhimbje, me nostalgji. Pra e gjen një formë tjetër nëse ne nuk e flasim. Po. Fakti që Lea për 8 vite nuk e ka trajtuar, po e ka vetë menaxhuar ankthin. Është rrezik? Është shqetësim? Rrezik në jo për Lean, po për ata që ndoshta ndodhen në të njëjtën situatë. Të ndërlikon, pra zgjatet në jetën tënde, zgjatet në kohë. Edhe për këtë arsye mund të vi duke ulur, mund të ketë një periudhë pushimi, pastaj rishfaqet sërish sapo ti ndjen një kërcënim të ri në jetën tënde, situata të caktuara, për shembull, siç e tha Lea, në momenti i përdorimit të substancave, substancat tek ne ka një reagim të ngjashëm me simptomat e ankthit. Për këtë arsye ajo e ka përjetuar më keq se sa për shembull partneri i saj, që nuk e ka pasur të njëjtë reagimin. Kështu që çdo situatë që na kujton kur diçka është e pazgjidhur, do të rishfaqet. Po dhe duket që edhe sot e ka të pazgjidhur Lea, sepse edhe sot e do një dritë të vogël natën kur fla. Po. Çfarë do t'i këshilloje Lea, si do doje ta orientojë, të ndihmonte veten ndoshta? Pjesa e mungesës së dritës lidhet fuqishme me ankthin ton, sidomos në anktin e vdekjes, sepse mungesa e dritës ose errësira është frikë. Pra është moment i pasigurt për trurin. Prandaj e dëshiron gjithmonë një dritë me idenë që ka më shumë siguri. Momentin që ne e sfidojmë pak veten tonë, duke e ulur dritën, derisa të ulet plotësisht, dhe ti e gjen që pushon një natë të plot pa dritë dhe të nesërmen e kujton këtë fakt, fillon të mendosh që nuk është drita ose mungesa e saj që më jep mua sigurinë, jam unë. Dhe për këtë arsye mund ta zgjas dhe mund ta përdor, të qëndroj pa dritë, sepse duke ndesur dritën ti kujton vetes tënde që është ajo në fakt pjesa e sigurt. Dhe çdo sjellje tjetër që pason, siç e kemi përmendur, ankthi ka sjellje sigurie, të cilat mendon se duke i bërë të sjellje ne ulim ankthin, por bëjnë të kundërtën. Po, kemi shpjeguar edhe në një sjellje që ose qoftë edhe shmangjet që ne bëjmë, mbajtjen e alkoolit në çantë për shembull, siç e ka pasur një personazh. Ose shmangjet, për shembull në rastin e Leas është shmang vajtjen tek vari babait, sepse mendon se atje pra mund të rilidhet me ndjenja të fuqishme. Duke shkuar, duke sfiduar veten, duke afruar në fillim, pra mund të afrohet afër, ditën tjetër mund të afrohet pak më shumë derisa ankthi fillon të kuptoj ose mendja, truri, fillon të mos ketë reagime të fuqishme sepse ti po e stërvit të ulat. E ekspozimit të vetes që ekspozimi. Këtu zakonisht nëse personi e gjen të vështirë t'i bëj vet, bëjnë me monitorimin e një psikologu, por mund të vijohet nëse në moment ajo mund të jetë shumë e qetë, pse jo mund ta bëj dhe vet. Pra ditë pas dite i vendosin qëllim që unë të afrojmë pak më shumë, ose të gjitha sjelljet, jo vetëm këto, të gjitha sjelljet që në fakt janë ato që e mbajnë anktin aktiv, por e thash që ndonjëherë duhet ndihma për t'i identifikuar cilat janë këto sjellje. Dhe ti sot bëre një identifikim shumë të mirë të problematikave dhe nevojave të Leas. Lea nuk e di se sa arritet të kuptosh edhe të
të zbulosh veten tënde në këtë rrugtim kaq të dhimbshëm. Jo, unë të falenderoj së pari që edhe për këshillat që më dhe unë do t'i kem parasysh, por edhe kam menduar me veten time që mendoj që në një kohë shumë të afërt unë e kam nevojë për ndihmën e një psikologu për të ndihmuar dhe për të paktën të mësuar të ndjek atë rrugën që duhet që ta heq këtë anksin dhe të përballoj jetën ashtu siç më vjen, si me të mirë dhe të këqijat e veta, si në rastet e humbjes së dikujt. Po. Që është një fazë më e vështirë personit normalisht. Lea do them edhe diçka që gjithë përjetimi yt është më se normal. Pra nëse të tjerët nuk e kanë ndjerë si ty ose mund të shikosh që ata kanë avancuar me jetën e tyre duket sikur janë të qetë, vetëm sepse ti ke këtë lloj përjetimi, këtë lloj reagimi ka trupi yt, nuk do thotë që po ndodh diçka shumë e çuditshme, sepse humbja e babait tënd ka qenë e papritur. Kështu që edhe sikur të jetë e pritshme, prap mund të lërë gjurmë, nuk po them që papritur dhe e pritshme ka një efekt, por sidoqoftë e papritura ka një efekt më të madh tek ne. Por dua që ta konsiderosh dhe këtë fakt që trupi jot ka reaguar në formë shumë natyrshme sepse është humbje. Edhe humbjet ne përjetojmë gjithmonë me frikë, edhe me dhimbje. Kështu që jepja vetes të mundësi për ta parë të natyrshëm reagimin që t'jep trupi. Edhe ky mund të jetë një hap shërues. Faleminderit shumë. Edhe ne të falenderojmë ty Lea që ndave historinë tënde, ti pate mundësi të marrësh disa këshilla nga një profesionist që në 8 vite nuk ke arritur dot t'ia mundësosh vetes. Faleminderit shumë ty Elona për komunikimin, faleminderit Jonës për këshillat dhe ju uroj shumë suksese dhe faleminderit shumë për këtë emision se sinqerisht kishim nevojë që të shprehemi se mbase nuk e kemi gjetur kurrë vendin e dur për të shprehur dhe këtu unë e kam gjetur veten gjithmonë. Faleminderit. Jona, të falenderoj përzemërsisht për të gjitha analizat që i bëre historisë edhe për faktin që na ndihmon të kuptojmë Faleminderit. historinë e Leas, por edhe të gjitha historitë që ne ndajmë në seancën e parë. Faleminderit ty Elona. Kjo ishte seanca e parë e Leas sot, një histori e cila na çon në një përjetim shumë të errët, por nëpërmjet rrëfimit të saj dhe analizës së Jonës, mundëm të kuptojmë më shumë për frikën që ndoshta përballet jo vetëm Lea, por gjithë secili në përditshmërinë e tij. Takohemi në seancën e radhës. ¡Ándale!